Ka shumë studime që thonë që individët që postojnë çdo ditë në rrjetet e tyre sociale nuk janë të lumtur. Çfarë mendon ti për këtë? Bie dakord. Përse? Mbase jo 100%, sepse besoj që ka dhe diçka. Tani, mënyra se si ne postojmë edhe publikojmë lidhet edhe me ndonjëherë lidhet edhe me profilin e punës. Pra lidhet edhe me një lloj updatimi që ne duhet mbajmë. Hiq profesione të caktuara që unë besoj që e kanë mbase të nevojshme apo të domosdoshme, të jenë shumë aktiv dhe të postojnë. Të tjerët, po, mendoj që në mos jo të lumtur ka disa arsye që duhet shikonim. Në radhë të parë fotot, sidomos ato selfie, lidhen shumë me vetë konceptin tonë, lidhen shumë me vetë imazhin tonë. Për shembull, një nga arsyet pse adoleshentët bëjnë shumë selfie, edhe bëjnë aq shumë dhe si pëlqen asnjëra, që duken si perfeksionistë, keni parasysh çdo situatë, domethënë bëjnë 20 foto në të njëjtin pozicion apo në një kënd edhe prap kapen me detaje, është sepse janë në transformime sipër, janë në një fazë tranzicionale të jetës së tyre. Pra janë duke u rritur, janë duke u zhvilluar dhe të bërit fotografi në periudha të caktuara të jetës, siç është adoleshenca apo faza të tjera tranzicionale, psikologjikisht konsiderohet që ndikojnë në një pranim më të mirë të vetes. Domethënë, duke qenë që jemi në transformim, jemi në ndryshim, unë ballafaqohem në thonjza me këtë vete të re në transformime sipër.